Hoxh, sa ishte numri i sahabëve që u angazhuan për ta shkruar atë që u shpall pejgamberit alayhis salam Kur'anin? Dhe cilët ishin disa prej tyre? Sahabët radiallahu ta'ala anhum që ata e përjetun zbritjen e Kur'anit që u dëshke me dojë mos që ajo ju shpalte për ta rujtë dhe për ta mbrojtë dhe për ta siguru Kur'anin, është dasht me regjistru dhe me shënu. Edhe janë angazhu. Prej djetarëve islam tregojnë se numri ka qenë 13. Dikush ka mendimin se kanë qenë 20. Dikush tregon se kanë qenë 23 e kështu me radhë. Prej atyre që kanë qenë të angazhuar për ta shkrujt dhe shënu vahjin, apo atë që ju ka shpall Muhammedit alayhi salatu wassalam, janë 4 khulefat rashidin: Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Ubej ibn Ka'bi, Zaid ibn Thabit, Muadh ibn Jabal, Khalid ibn al-Walid, Muawiya ibn Abi Sufjan, Al-Mughira ibn Shu'ba, e kështu me radhë. Këta ka edhe tjerë, po këta kanë qenë disa më kryesor që janë angazhu për ta regjistru dhe për ta shënu Kur'anin famëlart, apo atë që ju ka shpall Muhammedit alayhi salatu wassalam.